كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me dersin e radhës që e kemi pra në lidhje me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jetë përshkrimin e Muhammedit alayhis salam. Në dersin e kaluar e përmendëm bojkotin ekonomik dhe bojkotin e përgjithshëm që ja bën mushrikët pejgamberit alayhis salam, sahabëve të tij dhe fisit të pejgamberit alayhis salam. Dhe përmendëm se ky bojkot zgjati domethënë 3 vjet, prej vitin e 7 hijri deri në vitin e 10 hijri. Tash do ta përmendim një rast tjetër që ishte sprovë e rëndë për pejgamberin alayhis salam dhe për muslimanët në përgjithësi, e ajo është vdekja e xhaxhait pejgamberit alayhis salam, Ebu Talibit. Dhe vdekja e tij ishte në vitin e 10 hijri, gjëgjësisht më njëherë pasi që dolën prej atij vendit ku i kishin bojkotuar dhe në të cilin faktikisht i kishin futur si në një burg shtëpiak. Pra ishin të izoluar edhe fizikisht, po edhe nuk kishin marrëdhënie me muslimanët, siç e përmendëm, nuk u lejohej që të kenin martesë me muslimanët, as tregti, as një farë marrëdhënie, pra as bisedë të panevojshme e kishin të ndaluar. Pra Ebu Talibi i kishte kaluar të 80-tat dhe ishte një plak i moshuar. Mirë po padyshim se edhe ky bojkot, edhe kjo vështirësi që përjetoi në këtë rast ndikoi pra që më njëherë pas kësaj ndodhie ti afrohet vdekja. Dhe kur e morën vesh Kurejshët në përgjithësi se Ebu Talibi është i shtrirë në shtrat dhe i sëmur, u shkoi ndërmend se kjo mund të shkaktojë vdekjen e tij, sepse ishte njeri shumë i moshuar. Mirë po, si njerëz që çdo herë mendonin pra për ta luftuar Islamin dhe Muhammedin alayhis salam, nuk e lanë as këtë rast pa e shfrytzuar për luftimin e thirrjes. Dhe shkuan te Ebu Talibi dhe thanë, tash xhaxhai pejgamberit alayhis salam është i smur, është në gjendje të vështirë, ndoshta tash do t'ja marr fjalën, pra do ta ndëgjoj, për shkak të gjendjes së rëndë do t'ja jep fjalën se do ta ndëgjoj, pra do ta respektoj, e pastaj nuk do të ketë mundësi që ta thej këtë fjalë të dhënë, sepse kjo do ta kundërshtonte pejgamberllokun apo profecinë e tij. Andaj shkoi Ebu Xehli dhe Abdullah ibn Umeje shkuan te Ebu Talibi dhe i thanë, ja Ebu Talib, deri tash e ke mbrojtur nipin tënd, tash po e shen çfarë gjendje ke ra, nuk ke mundësi që ta mbrojsh, s'ke mundësi që t'i ndihmosh në asnjë mënyrë, andaj po ta japim një propozim sinqert, lute nipin tënd, lute Muhammedin alayhis salam që ta lën thirrjen, edhe ne do ta ndalojmë krejt armiqësinë që kemi, ne nuk do t'i armiqësojmë ata, do të kthehet çdo gjë në normale. Pra e bëjmë se ka kaluar çdo gjë, ne i harrojmë ato që na keni bërë neve, ju harroni ato tonat, edhe do ta bëjmë një marrëveshje. Pra atëherë kur erdhi dhe pejgamberi alayhis salam, Ebu Talibi ja tha këto fjalë të tyre, edhe pse edhe ata ishin prezent. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha, "Aduhum ila an yatakallamu bi kalima", unë jam duke i thirr që ta thonë një fjalë, me të cilën do t'i nënshtrojnë arabët, popullin e tyre, po plus edhe do të bëhen mbretër të
të krejt botës. Edhe ata u habitët, çka qenë ka kjo fjalë? Ebu Talibi tha, jo një, po 100 fjalë do t'i japim. Vetëm tregon atë çka është puna, të mirë mi vesht, edhe ose s'puna, me një fjalë pra oferta ishte e mirë, se arabët do t'i respektojnë plus do t'a sundojnë botën. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha të thoni la ilaha illallah. Të thoni la ilaha illallah edhe t'i leni krejt këta idhuj që jeni duke i adhuruar. Ata si arab që ishin dhe që ishin njerëz që kuptojnë si duhet pra gjuhën e pastër arabe, e kuptuan se çka do të thonë fjala la ilaha illallah. E kuptuan se nuk është vetëm një fjalë teorike që thuhet e pastaj në praktik vepro çka duash. E kuptuan se domethënia e kësaj fjale është që mos të adhurohet askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Që vetëm ligji i Allahut të praktikohet në mesin e tyre, që idhujt 360 idhuj vetëm qabe që ishin, po edhe idhuj tjerë të fiseve arabe që i kishin, duheshe të largohen dhe të asgjësohen. E kuptuan këtë. Edhe kina përmendur më herët se ata përveç aspektit të besimit që e kishin për këta idhuj në shtrimit atë, po ashtu kishin edhe përfitime ekonomike, sepse vinin në qabe 360 idhuj, ato besimet bestitni që i kishin lenin diçka të vlefshme, të secili idhull, sikur të lenin diçka të vlefshme, ndonjë pare prej ari apo diçka të tillë, apo të ngjashme, ata do të përfitonin ekonomikisht. Andaj kur ja u tha duhet me ilon 360 idhuj dhe duhet me adhuru vetëm një Zot i cili nuk kishte i ndërtuar prej ndonjë materialit kësaj bote, prej lloçi, prej guri apo prej druri. Kur u tha këtë fjalë Muhamedi alayhis salam, atëherë ata e bonën atë matematikën pra e interesit, sepse nuk ishin sinqert, e pan se nuk kanë interes me ilon 360 për vetëm një, pra nuk u dilte matematika në rregull. Andaj të habitur pyetën e ja'ala al-alihata ilahan wahida. Si ka mundësi 360 idhuj t'i bëjmë vetëm një? Si ka mundësi që ta adhurojmë vetëm një e jo këta idhujt e tjerë? Dhe në këtë rast Allahu subhanahu wa taala i zbriti disa ajete prej surës Sad, ajetet e para prej surës Sad. Dhe këtë hadith e transmeton Tirmidhiu, pra. Në këtë tekst e transmeton Tirmidhiu, ndërsa Muslimi e transmeton nga Ebu Hurajra radiallahu anhu në formë të shkurtuar, në mënyrë të rezimuar. Thot Ebu Hurajra, thot shkoi pejgamberi alayhis salam te xhaxha i tij, i cili ishte në smundjen vdekje prurse, pra smundja e cila do të shkaktonte vdekjen e tij, dhe i tha: o xhaxhaim, kul la ilaha illa Allah ashhadu laka biha yawm al-qiyamah. Thuaj la ilaha illa Allah, do të dëshmoj për ty në ditën e gjykimit. Pra, ma jep një argument që une ti them Allahut se ti mbesove, se deri tash nuk i kishte besuar, pra nuk i kishte pranuar misionin e pejgamberit alayhis salam. Dhe Muhamedi alayhis salam po i thot, ma jep një argument që të kem se për çka të kapem ditën e gjykimit, sepse po ta du të mirën, dëshiroj që të shpëtosh pra në ditën e gjykimit. Pasi që ai kishte ndihmuar shumë pejgamberit alayhis salam deri në këtë moment. Mirë po Ebu Talibi e tha një fjalë interesante, pra, një fjalë interesante të cilën e thojnë shumë prej njerëzve, fjalë të ngjashme si kjo. Tha, laula an tu'irani Quraysh. Tha, sikur mos të nënçmonin Qurayshët, sikur mos të flisnin keq për mua Qurayshët pas vdekjes sime, yaqulun inna ma hamalahu ala dhalika al-jaza', dhe sikur mos të thonin Qurayshët se e pranoi për shkak të frikës nga vdekja, sikur mos t'i thonin këtë fjalë pas vdekjes time, la aqrartu biha aynak, do ta thoja këtë fjalë dhe do të kënaqja me këtë fjalë. Pra shikoni se çka i bëri ai shikimi i mendimit të njerëzve, pra
teprimi në respektimin e mendimit të tjerëve për të. E shkaktoi që ta humb xhenetin. Andaj muslimani duhet të jetë trim, pra kur vjen çështja feja Allahut subhanahu wa taala, s'ka rëndësi se çka thot filani apo fallani për mua, nuk ka rëndësi, sepse kjo botë është e shkurtë, i vjen fundi shpejt. Pastaj në ditën e gjykimit nuk do të njohin ata prej fjalëve të këqija të cilave frikësh, në ditën e gjykimit nuk do të njohin, sepse do ta kenë problemin e vet, do t'i kenë telashet e veta me të cilët do të merren në atë ditë. Andaj nuk ke pse shumë ti nënshtrohesh mendimit të tjerëve. Dhe këtu ka dy ekstreme dhe një mes në këtë çështjen se çka mendojnë të tjerët. Ekstremi i parë është që është rob i mendimit të tjerëve, pra. Çdo herë punon që të tjerët mendojnë mirë, thonë mirë, të kenë mendim të mirë, apo ashtu siç kënaqen të tjerët. Çdo herë mundohet që t'u plotësoj dëshirën. Ky është ekstremi i parë. Ky është rob i njerëzve. Ekstremi tjetër është as pak nuk i intereson se çka mendojnë njerëzit, duke i shkel edhe traditat që s'janë kundërshtim me Islamin, duke i shkel çdo gjë, pra, duke i shkel çështjet që janë turp për atë vend, përderisa nuk shkojnë kundërshtim me Islamin. Dhe kështu, pra, duke i shkel çdo gjë që është traditë në atë vend, mirë po nuk është kundër Islamit. Në këtë rast është e pëlqyeshme që të shikohet rrethi, përderisa nuk vjen kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala, nuk është mirë që të kundërshtohet rrethi, sepse sidomos për muslimanin kjo ja dëmton thirrjen e tij, pra, nëse i kundërshton popullin e vet edhe në këtë çështje. Andaj e kina përmendur se pejgamberi alayhis salam maksimalisht është munduar që kur ka ardhur puna i kundërshtimit të tjerëve, pra, nuk i ka kundërshtuar në çështjet e traditave të tyre, përderisa nuk kanë rënë në kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo pra është se çka mendimi të tjerëve i bën dëm njeriut gjatë jetës së tij, po edhe në këtë rast siç e përmendëm, në momentin e vdekjes së tij, ku Ebu Talibi e humbi xhenetin vetëm për këtë shkak, pra, sepse e respektoi më shumë dëshirën e rrethit të tij sesa dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Buhariu e përmend më detajisht këtë transmetim dhe tregon shkakun se pse Ebu Talibi e tha këtë fjalë. Transmeton Buhariu nga Ibn Musayyebi, i cili transmeton nga babai i tij, i cili thot kur ju afrua vdekja e Ebu Talibit, pra në momentin e smundjes për shkak të cilës edhe vdiq ai, shkoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ta vizitoj me shpresë se do ta thot shahadetin dhe do ta pranon fenë e Allahut subhanahu wa taala. Mirpo kur arriti te shtëpia e tij, e pa se e kishim paraprir Ebu Xehli dhe Abdullah ibn Umeja. Shikoni subhanallah sa mundohen, pra, qafirat që ta kundërshtojnë fenë e Allahut. Sa që e kanë paraprir edhe Muhammedin alayhis salam më shpejt që mos na ikë Ebu Talibi edhe në këtë çast. Pra edhe ata mundohen për atë fenë e tyre, për ta përhapat atë devijimin e tyre. Atëherë, duke qenë edhe ata dy prezent, pra, mund ta paramendoni si ka qenë rasti Ebu Talibi i shtrirë në krevet, pejgamberi alayhis salam ju ka afruar te koka e tij, ndërsa Ebu Xehli me Abdullah ibn Umejen duke qëndruar në këmbë afër tij dhe duke shikuar se çfarë bisede do të shkon në mes këtyre dyve. Hadithin e parë pam se Ebu Talibi ja ka ofruar atë ofertë. Pejgamberi alayhis salam e refuzoi. Tash ky hadith na tregon një detaj tjetër. E ajo është se pejgamberi alayhis salam po ja ofron Ebu Talibit që ta pranoj fenë e Allahut subhanahu wa taala, që ta thoj shahadetin, e inshallah taala kjo do të jetë shkak që ai të shpëton, pra, të shpëton. Mirë po, sa herë ky hadithi tash që po e përmendim na tregon një detaj interesant. Ajo është se sa herë që pejgamberi alayhis salam i thonte thuaj la ilaha illallah, sa herë që Muhamedi alayhis salam ja ofronte fenë e Allahut subhanahu wa taala Ebu Talibit, ata dy atje thonin ja Ebu Talib, apo largohesh nga feja e gjyshit tënd,
dhe babait tënd Abdul Muttalibit, apo largohesh nga feja e baballarëve tu, e prindërve tu? Atëherë Abu Talibi ndalej. Pra këto fjalë ndikonin që ai mos ta thonte. Pejgamberi alayhis salam përsëri po i thot: "Ja Abu Talib, thuaj la ilaha illallah, pranoje kët, do të shpëtosh inshallah taala, sepse vdekja po ju afrohet." E panë se e ka shumë afër çastin e vdekjes. Pejgamberi alayhis salam e thonte këtë fjalë, ata dy përsëri i thonin: "Ja Abu Talib, apo largohesh nga feja e babait tënd, nga feja e baballarëve tu?" Atëherë Abu Talibi përsëri zbrapsej. Derisa nuk e pranoi, pra fjalët e tyre ndikuan, sepse ishin rënjosur pra këto tradita negative në zemrën e tij, saqë nuk kishte guxim që ta pranoi fenë Allahut subhanahu wa taala, sepse në këtë rast me të vërtet nevojitet guxim. Edhe pse Abu Talibi ishte kryetari apo një ndër më fisnikët e popullit të tij, e fisit të tij dhe arabëve në përgjithësi, nuk kishte guximin e Bilalit radiallahu anhu, sepse pranimi i fesë të Allahut ka nevojë për guxim. Ka nevojë për guxim. Sidomos njeriu kur ka një far pozite apo një far respekti në shoqërinë e xhailetit, ka nevojë që të ketë guxim, sepse në atë moment i vjen shejtani dhe i thot: "Do t'i humbish krejt shokët tu. Vajzat me të cilat shoqënoheshe do t'i humbish. Familjen do të armiqësosh. Kjo do të bëhet e ndaluar apo haram." Andaj ka nevojë në këtë rast njeriu për guxim të madh që ta kundërshtoj shejtanin në këtë moment. Dhe ai që e kundërshton është me të vërtet trim dhe guximtar, sepse jo çdo kush e ka atë fuqi që ta merr këtë vendim. Andaj në këtë rast Bilali radiallahu anhu, edhe pse ishte një rob dhe praktikisht një asgjë në shoqërinë mekase, ai ishte më trim dhe më guximtar se Abu Talibi, sepse arriti që t'i kundërshtoj pra këto pengesa. Atëherë thot transmetuesi: "Qale akhiru ma kellemehum." Fjalën e fundit që u tha atyre, "Huwa ala millati Abdul Muttalib", se ai është në fenë Abdul Muttalibit. Edhe transmetuesi këtu është interesant se sa i kujdesshëm tregohet, pra. Nuk e transmetoi fjalën e tij në vetën e parë njejes, duke thënë Abu Talibi tha: "Un jam kështu", po e transmetojnë vetën e tretë. Që mos ta thoj fjalën e Abu Talibit ai, po qoftë edhe si transmetues, po ai tha fjala e fundit se ai është në fenë e Abdul Muttalibit. Abu Talibi nuk ka thonë ai është, ka thonë unë. Mirë po transmetuesi nuk deshti që ta thoj atë fjalë, edhe pse në transmetim kjo është e lejuar, mirë po nga kujdesi i madh. Dhe kështu ndodhi, pra ky Abu Talibi nuk e pranoi fenë islam, edhe pse pejgamberi alayhis salam shumë u mundua. Dhe padyshim se pejgamberit alayhis salam i erdh shumë keq për këtë gjë, sepse i dhimbse xhaxha i tij, plus i kishte ndihmuar gjatë tërë kësaj kohe, pra 10 vite me radh, prej kur i erdh shpallja e deri në momentin e vdekjes së tij i kishte ndihmuar. Atëherë pejgamberi alayhis salam tha: "Do të kërkoj falje për ty, përderisa nuk më ndalon Allahu subhanahu wa taala." Mirë po, Allahu subhanahu wa taala i ndaloi këtë gjë, sepse ai kishte vdekur si mushrik, si kafir. Dhe padyshim se Allahu subhanahu wa taala nuk e fal që dikush të adhurojë dikën tjetër përveç tij. Ky është mëkat të cilin Allahu nuk e fal nëse njeriu vdes pa u penduar prej këtij mëkati. Transmeton Buhariu se pas kësaj ndodhije, Abbasi radiallahu anhu, xhaxhai tjetër i pejgamberit alayhis salam dhe vllau i Abu Talibit, e pyeti, i tha: "Ja Rasulullah", i tha, "Abu Talibit ka ndihmuar 10 vite me radhë.
ka ndihmuar 10 vite me radhë. Andaj çfarë dobi e pat ai prej ndihmës që ta bëri ty, pra? Çka i bëri dobi kjo ndihmë që ta bëri ty? Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha: "Huwa fi dahdahin min an-nar." Tha, ai është në dënimin më të vogël të xhehenemit. Ai tha, do ta ketë dënimin më të vogël të xhehenemit. "Walaula ana lakana fi ad-darki al-asfali min an-nar." E sikur mos të ndihmonte mua, sikur mos tisha une, ai do t'ishte në vendin më të thellë të xhehenemit. Pra, kjo ndihmë që ja bëri pejgamberit alayhis salam shkaktoi që ai ta ketë dënimin më të lehtë në xhehenem. Dhe kjo tregon se jo krejt qafirat dënohen njësoj në xhehenem, pra. Jo krejt qafirat dënohen njësoj. Dhe ka dallim mes atyre që nuk e kundërshtojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe atyre që e kundërshtojnë dhe luftojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse të gjithë janë zjarr xhehenemit, mirë po ka dallime, pra. Edhe xhehenemi ashtu siç është xheneti, pra ka dallime të mëdha në mes të banorëve, nuk janë të gjithë në të njëjtën shkallë. Po ashtu Buhariu e transmeton transmetimin tjetër ku e përshkruan pejgamberi alayhis salam dënimin që do ta ketë Ebu Talibi në xhehenem. Thot pejgamberi alayhis salam: "Ahwanu ahli an-nari adhaban Ebu Talib." Prej banorëve të zjarit, dënimin më të lehtë e ka Ebu Talibi. "Wa huwa munta'ilun bina'layn yaghli minhuma dimagu." Thot, i ka 2 nalle, 2 sandale të zjarit. Dënimi i tij është kjo: i ka 2 nalle të zjarit të veshura në këmbë, nga nxehtësia të cilave i vlon truri i tij. Pra, aq janë të nxehta nallet që i ka të veshura prej zjarit, sa që i vlon truri i tij. Mirë po, në krahasim me xhehenemlit e tjerë, kjo është dënimi më i lehtë që mund ta përjetojë një mushrik. Andaj, për shkak të ndihmës që ja bëri pejgamberit alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala ja pranoi shefatin për Ebu Talibin. Dhe prej llojeve të shefatit që do t'i bën pejgamberi alayhis salam ditën e gjykimit, apo ndërmjetësimeve, është ndërmjetësimi i veçantë për Ebu Talibin. Ndërmjetësimi i veçantë për Ebu Talibin, që ta ketë pra këtë dënim më të lehtë për shkak të meritës së madhe që e ndihmoi fenë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, pse nuk hyri në xhenet Ebu Talibi? Nuk hyri në xhenet sepse nuk e kishte çelësin e xhenetit, dhe sepse vetë nuk dëshiroi të hyjë në xhenet. Pejgamberi alayhis salam ja dha ofertën. Mëshira e Allahut subhanahu wa taala ishte aq e madhe sa që nuk e mori më një herë, nuk ja mor shpirtin më një herë. Po e la që ta fatizohet, të ketë edhe pak kohë. Mirë po, ai nuk e pranoi ofertën. Më shumë i interesonte çka do të thonë mushrikët se çka do të veproj Allahu i lartësuar me të. E kjo tregon se besimi i tij në ahiret, në xhenet dhe në xhehenem nuk ishte si duhet, faktikisht nuk besonte. Sepse sikur të besonte si duhet, sikur të besonte bindshëm se ka xhenet xhehenem, ai nuk do t'i interesonte pra se çka mendojnë të tjerët për të. Andaj pse s'u fut në xhenet? Sepse nuk dëshiroi vet nuk e pranoi, s'deshti që ta merr këtë ofertë që ja dha pejgamberi alayhis salam. Mirë po, atë mirësinë që e bëri nuk ja haroi pejgamberi alayhis salam, as Allahu subhanahu wa taala nuk e la pa u shpërblyer për atë mirësi të cilën ai e bëri. Dhe tash, si zakonisht, pasi që e përmendëm tregimin, do të ndalemi me disa pika dhe disa dobi që i nxjerrim nga ky tregim. Sepse historia në përgjithësi ka mësim, e sidomos jeta e pejgamberit alayhis salam, sirja e pejgamberit alayhis salam, është baza e shkencave. Një ashtu siç është Kurani bazë e shkencave islame, po ashtu edhe sirja e pejgamberit alayhis salam është bazë nga e cila dalin shumë prej shkencave islame, apo thënë ndryshe, nga e cila përfitojnë shumë prej shkencave islame.
përfiton shkenca e tefsirit, sepse përmendet ky ajet zbriti për këtë shkak e kështu me radhë. Përfiton shkenca e tauhidit, sepse përmendet praktikisht tauhidi, pra praktikisht ata që e praktikonin tauhidin dhe ata që e kundërshtonin. Po ashtu shkenca e fikut, e jurisprudencës islame, e ligjit islam, sepse përmenden shumë rregulla, në sire përmenden shumë rregulla islame. Po ashtu shkenca e sunetit, pra e hadithit apo e jetës pejgamberit alayhis salam dhe nxjerrja e përfitimeve prej sunetit pejgamberit alayhis salam, sepse suneti i tij e që është fjala, vepra dhe pranimi i tij apo jeta e tij në përgjithësi, është baza e dytë nga e cila muslimanët i marrin argumentet, andaj edhe grupi i shpëtuar apo ata musliman që janë në rrugën e drejtë prej grupeve të përçara është ehlus suneti, ata që e pasojnë rrugën e pejgamberit alayhis salam apo sunetin e tij. Dobia e parë që përfitojmë nga ky tregim është madhështia e fjalës la ilaha illallah, vlera e madhe që e ka fjala la ilaha illallah, sepse kush ja jep hakun asaj dhe praktikon si duhet, Allah subhanahu wa taala ja nënshtron botën atij. Pra, sikur muslimanët e sodit ta praktikonin këtë fjalë ashtu se që e praktikonin muslimanët e parë, gjeneratat e para të muslimanëve, ata padyshim se do ta sundonin këtë botë ashtu siç e sunduan muslimanët e parë. Mirë po, për shkak të defektit këtë fjalë është edhe defekti në gjendjen e tyre. Ma konkretisht, kena përmendur disa herë, ta përmendim përsëri, shqiptarët për shembull, sikur t'i praktikonin mësimet e fesë islame, që është që t'ja duan vllaut vet atë që ja dojnë vetvetes, që mos të gënjejnë, mos të vjedhin, mos të mashtrojnë, mos të korruptohen, mos të bëhen tradhtar dhe mos të bëhen vegël e armikut të tyre, sikur t'i praktikonin këto mësime shqiptarët. A do të ishin pozitë më të mirë? Padyshim se do të ishin. Padyshim se do të ishin. Padyshim se do të ishin. Dhe aq sa kanë faj armiq tan, në gjendjen tonë të keqe në të cilën jemi, nuk duhet ta mohojmë edhe një pjesë të fajit që e kanë përgjegjësit tan, apo muslimanët tan në përgjithësi. Për shkak se nuk ja japin hakun detyrës që e kanë, nuk ja japin hakun ashtu siç duhet. Andaj kjo fjalë që është fjala la ilaha illallah, Allahu subhanahu wa taala ka garantuar se kush ja jep hakun kësaj fjale si duhet, do ta bëj më këmbës në tokë, do ta bëj udhëheqës të kësaj bote, siç ishin muslimanët 1000 vite me radhë, pra kur e praktikonin si duhet këtë fjalë, ishin superfuqia numër 1 në botë, pra. Dobia e dytë që ta përmendim është në lidhje me mushrikët, të cilët në fillim kur se dini se për çfarë fjale e ka pejgamberi alayhis salam fjalën kur u tha, ta thuan një fjalë, ata pranuan në fillim, sepse oferta ishte mirë. Mirë po kur e kuptuan se ajo fjalë është fjala la ilaha illallah, kur e kuptuan këtë, u distancuan dhe nuk e pranuan atë fjalë. Kjo tregon se ata e kuptonin realitetin e kësaj fjale. Ajo është që të adhurohet vetëm Allahu dhe mos të adhurohet askush tjetër përveç tij. Për dallim nga shumë prej njerëzve të sodit, të cilët e thonë këtë fjalë me gjuhën e tyre, mirë po nuk e dinë realitetin e saj dhe nuk e praktikojnë domethënien e saj, siç janë adhuruesit e varreve prej grupeve të devijuara, prej sufive ekstrem apo shiave ekstreme kështu me radhë, të cilët shkojnë dhe adhurojnë varrin e Husejnit, apo varrin e ndonjë sahabiut, apo varrin e ndonjë njeriu për të cilin ata pretendojnë se ka qenë njeri i mirë apo evlia. Shkojnë aty dhe bëjnë lloj-lloj adhurimesh, therin kurban për të, lën pasuri aty, para, lën tesha, ku ta diun çka, lloj-lloj bestitnish. Apo shkojnë dhe bëjnë tavaf rreth varrit të tij. Krejt të gjëra janë që kundërshtojnë fjalën la ilaha illallah.
Pra këta më pak e din domethënien e kësaj fjale se sa mushrikët në kohën e pejgamberit alayhis salam, që të bën pra të pikllohesh për realitetin në të cilin janë shumë prej atyre që i thon vetes musliman, për realitetin e hidhur në të cilin ata janë pra. Sepse shirku ndaj Allahut subhanahu wa taala e azgjëson këtë fjalë, e kundërshton këtë fjalë, e prish këtë fjalë. Njashtu sikurse prishja e abdesit e prish namazin, po ashtu shirku e prish këtë fjalë. Nuk mundet edhe thuash me gojë la ilaha illallah, a këndej të adhurosh dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi, sepse kjo e kundërshton këtë. Dhe nuk mund të bashkohen të dyjat. Nuk mund të jenë të dyjat me një vend. Andaj kjo na jep mësim pra në rastin konkret në akiden, tauhid, na jep mësim që ta kuptojmë si duhet këtë fjalë, sepse nuk është qëllimi vetëm thënia e saj me gojë pa e praktikuar domethënien e saj, realitetin e saj. Nuk është qëllim vetëm ta thuash, mirë po në realitet si askundi. Njashtu si nëse je punëtor në ndonjë firmë, i thua, unë jam punëtor i jot. Mirë po asnjëherë nuk shkon te ajo firmë. Kur gjo nuk jep për atë firmë, nuk dukesh aty pari hiç. Atëherë si mund të jesh punëtor i asaj firme? Çfarë? Nuk ka mundësi pra muslimani të jetë musliman nëse nuk e adhuron Allahun apo nëse adhuron dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dobia e tretë që do ta përmendim është që e kanë përmend disa prej dietarëve si çështje, Ebu Talibi nuk e pranoi fenë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po çka e shtyu që aq shumë ta ndihmoi pejgamberin alayhis salam? Është përgjigjur në këtë Ibn Kathiri rahimahullah, komentuesi i njohur i Kuranit dhe hafidh i madh, dietar i madh, duke thënë: Inna Allah imtahana qalbahu bi hubbi Muhammedin hubban tabiiyan la shar'iyyan. Tha Ibn Kathiri, tha Allahu subhanahu wa taala ja kishte mbjellur në zemrën e tij dashurinë natyrore ndaj Muhamedit alayhis salam, pra në zemrën e Ebu Talibit. E donte sepse kishte nip, andaj për këtë shkak e mbronte, e jo se kishte pra simpati të madhe për fenë e tij. Mirë po për shkak se kishte nip. E sidomos e përmendëm më herët pra në derset e para se pejgamberi alayhis salam mbet jetim. Dhe pas Abdul Mutalibit, Ebu Talibi u kujdes për të. Andaj kjo kujdesja për të, rritja e tij sikur të ishte fëmiu i tij, kjo shkaktoi që të ketë një farë dashurie të veçantë për të, për dallim për shembull nga Ebu Lehebi, i cili edhe pse ishte xhaxha i tij, s'kishte fare as respekt për fenë e tij, as që interesonte pra që ta ndihmoj. Ndërsa Ebu Talibi kishte pra një dashuri të veçantë ndaj nipit të tij Muhamedit alayhis salam, andaj edhe sakrifikoi për të, e ndihmoi fenë e tij, pra përgjithësi e bëri këtë që e bëri, që ndoshta ndihma e tij ishte më e madhe se ndihma e shumë prej muslimanëve. Dobia e katërt që përmendet, të cilën e përmendin dietarët kur i nxjerrin dobitë e këtij tregimi, është pejgamberi alayhis salam sa shumë u mundua që ai ta pranon Islamin. Pra, mundi i madh që dha Muhamedi alayhis salam për t'ia futur në zemër Ebu Talibit fenë e Allahut. Saqë edhe në momentin e vdekjes nuk e la pa shfrytzuar edhe këtë rast, pra që të kujdeset që xhaxha i tij të hyjë në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj kjo i jep mësim muslimanëve se si duhet sillen me farefisin e tyre, për të cilët kanë më shumë obligim se sa njerëzit e tjerë, se sa shumë do të mundohen që ata ta pranojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dobia e pestë që e përmendin dietarët është tërheqja e vërejtjes nga shoqëria e keqe. Çka shkaktoi që Ebu Talibi të vendoset në fenë e tij dhe mos ta pranoi ofertën e Muhamedit alayhis salam? Çka shkaktoi këtë? Shoqëria e keqe, prezenca e Abu Jehlit dhe Abdullah ibn Umayes në mezhlis, të cilët çdo herë ja rikujtonin
i rikujtonin fenë e baballarëve të tij. Faktikisht edhe i tërheqnin vërejtjen se ne ke kujdes, ne jena dëshmitar, sepse sikur të ishte vetëm Muhamedi alayhis salam prezent, Ebu Talibi nuk do të thonte frigohem se këto do të më shajnë. Do të më thonë u friksua, nuk u tregu burr, faktikisht u friksua para vdekjes, e ndroi fen. Nuk ishte i sinqert, pra, nuk ishte burrni. U frik prej vdekjes. Prej kësaj u frikte Ebu Talibi. E çka shkaktoi që ai të friket prej kësaj? Prezenca e mushrikëve, të cilët me një fjalë i thanë, "Ej, ke kujdes, se ne jena dëshmitar." Apo largohesh nga feja e gjyshit tënd, faktikisht, hajt, thuje fjalën, ne më njëherë do të tregojmë të tjerëve, pra, do të dëshmojmë se çka the në fund të jetës tënde. Shoqëria e keqe, dëmi i shoqërisë të keqe e largoi edhe Ebu Talibin, faktikisht ja bëri të ndaluar xhenetin përgjithmonë. E shikoni pra se sa dëm ka shoqëria e keqe. Sa njerëz e kanë marrë drogën dhe e kanë shkatruar jetën e tyre për shkak të shoqërisë së keqe. Sa njerëz janë bërë kriminal të mëdhej për shkak të shoqërisë së keqe. Sa njerëz janë shkatruar totalisht për shkak të shoqërisë së keqe. Sa njerëz kanë përfunduar përgjithmonë në burg për shkak të shoqërisë së keqe. Andaj pejgamberi alayhis salam thot el mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Thot njeriu është në fenë e shokut të tij, andaj le të ketë kujdes ndonjëri prej jush se me kën shoqërohet, se kënd e bën shok të tij, sepse me këndrin ashtu je, siç thot populli pra. Dobia e 6 që e përmendim dietarët, të tjerat pra për shkak të kohës do t'i përmendim shkurtimisht. Dobia e 6 që e përmendim këtë rast dietarët është se çështja është me përfundimin. Nëse njeriu fundin e ka të mirë para se të vdes, inshallah taala do t'i pranohet pendimi. Siç thot pejgamberi alayhis salam, Allahu e pranon pendimin e robit derisa t'i arrijë shpirtin fyt. Pra derisa mos të filloj të futet në agoninë e vdekjes dhe të filloj t'i del shpirti, ka shpresa për pendim. Andaj është sunet që kur ta shohësh ndonjë të smur dhe po e sheh se ju ka afru vdekja, është sunet që ta përsëritish shahadetin, që ta thuash shahadetin para ti. Jo ti thuaj, sepse kjo e rëndon në gjendje të vështirë në cilën është, po ti ta përsëritish, ti ta thuash shahadetin që ti kujtohet edhe atij. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë se kush e ka fjalën e fundit la ilaha illallah do të futet në xhennet. Dobia e 7 që e përmendin dietarët është dëmi i imitimit të verbër të traditave të parëve. Traditat e të parëve, përderisa nuk janë kundërshtim me fenë e Allahut, nuk ka problem, mirë po nuk imitohen verbërisht, sepse ka disa gjëra që rrethonat kanë shkaktuar që ata të jenë në atë gjendje, apo ignoranca, apo pika, pra shkaqe ndryshme. Andaj ti si pasardhës i tyre duhet ta përdorish edhe mendjen tënde dhe ta shohësh se nëse një ofertë është më e mirë, atëherë pra mos ta marrësh parasysh traditën e paraardhësve përderisa bie ndesh me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë shumë herë përdorin islamofobët apo anti-islamikët, të cilët çdo herë kur dëshirojnë ta fshajnë fenë e Allahut, fenë e shumicës së shqiptarëve, e që është feja islame, thonë të kthehen atë feja e të parëve tanë. E cila qenë ka ajo feja e të parëve tanë, ju konvenon pra krishterizmi. Po pse krishterizmi? Para krishterizmit çka ishin të parët tanë? Adhuronin gur, drur. E para kësaj çka ishin hala më herët, bita Ademit alayhis salam? Ishin adhurues vetëm të Allahut. Nëse kthehemi kështu, atëherë duhet kthehemi te Ademi alayhis salam. Përsëri kthehemi pra te Islami, te adhurimi i Allahut të vetëm. Andaj kjo tek njerëzit e mençëm nuk është asnjë far argumenti. Sa tradita të këqija që i kanë pasur më herët, popujt që kanë kulturë i kanë lënë. Asnjëri prej gjermanëve që ka dy mend nuk thotë të kthehemi tek Hitleri se ka qenë paraardhësi jon, të bëhemi si Hitleri. Nuk e thotë këtë gjermani, sepse e ka pasë gabim është ajo.
gabim është ajo. Andaj nuk ka asgjë të keqe që një traditë që ka qenë gabim prej paraardhësve tonë, po ata të njëjtit paraardhës që kanë qenë krishterë pranuan Islamin, që ata paraardhës njëjtit 500 vite më radh tash janë musliman. Andaj këto thirrjet dyftyrshe për të kthyer tek të parët tonë nuk janë tjetër vetëm se propagandë e vetë priftërve të krishterë. Ata pra nuk kanë gjetur metodë tjetër për t'i kthyer shqiptarët në krishterizëm, andaj u thonë të kthehemi tek feja e të parëve tonë, e që e kanë për qëllim me të krishterizmin. Dobia e tetë që e përmendin dietarët dhe çka të bëj posaçërisht me besimin apo akiden është se udhëzimi është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Udhëzimi është në dorë të Allahut. Sado që të mundohesh që ta udhëzosh një njeri, udhëzimi është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në rastin konkret, sikur të ishte në dorë të Muhamedit alayhis salam, apo sikur të ishte feja shpikje e Muhamedit alayhis salam, ai nuk do ta futte xhaxhain e tij në zjarr të xhenemit. Nuk i konvenon kjo Muhamedit alayhis salam. Mirë, po kjo tregon se është zbritje prej Allahut subhanahu wa taala, nuk është në dorë të Muhamedit alayhis salam. Dobia tjetër që e përmendin është rëndësia apo ashpërsia e dënimit të zjarrit. Saqë Ebu Talibi, i cili e ka dënimin më të lehtë, i vlojnë trut prej nxehtësisë së nalleve të tij të zjarrta të cilat do t'i ketë. E nëse ky është shu, çka ta merr mendja për të tjerët, pra çfarë dënimi do të kenë? Apo nëse dëshirojmë të gjithë ne që t'ja ofrojmë vetit këtë, pra vendoje dorën apo gishtin mbi një qiri dhe shikoje sa mund ta qëndrosh. E paramendo si do të jetë zjarri i xhenemit dhe mund ta qëndrosh atë. Andaj shumë prej njerëzve të devotshëm të muslimanëve të parë e edukonin veten në këtë formë. Sa herë që shpirti u thonte që ta bëjnë një haram apo ta lënë një obligim, e vendonin dorën e tyre mbi ndonjë zjarr dhe thonin: mirë për ty, nëse zjarrin e kësaj bote s'e duron, atëherë si do ta durosh zjarrin e xhenemit? Dobia e fundit që do ta përmendim është haku i madh që e kanë farefisi dhe të afërtit e njeriut. Pra, duke filluar prej xhaxhallarëve dhe të gjithë më të afërmve të njeriut, e kështu me radhë, pra duke e zgjeruar rrethin. Me një fjalë, njerëzit e afërm tu kanë më shumë ti hak që të sillesh mirë me ta, që t'ju kushtosh kohë më shumë atyre, pra për të mësuar fenë Allahut, për të thirrë në fenë Allahut se sa të tjerët. Andaj duhet kemi kujdes se shumë herë pra shejtani e mashtron thirrsin me të cilin e kam për qëllim çdo musliman praktikant, i cili duhet jetë thirrës në fenë Allahut. Shumë herë shejtani këtë njeri e mashtron dhe e angazhon duke i thirrur krejt botën, mirë po duke haruar familjen e tij të afërt apo të ngushtë. Andaj metoda pejgamberike është që të fillosh me përmirësimin e rrethit më të afërt e pastaj të vazhdosh me të tjerët. E po ashtu në këtë rast shejtani i mashtron disa njerëz në ekstremin e kundërt, sepse e vërteta është në mes dhe shejtani mundohet që njeriu ta devijojë o djathtas o majtas në të dy ekstremet. Në secilën anë, siç thot pejgamberi alayhis salam, ka një shejtan. Pra ekstremi i parë është që të merret me të tjerët dhe të harroj familjen e vet. Ndërsa ekstremi tjetër është që ta thras familjen e vet, ata nuk i përgjigjen, ky vazhdon të i thras, pastaj thotë unë nuk i thirr të tjerët sepse këta nuk po përgjigjen. Jo. Ti jep jau hakun këtyre, pastaj vazhdo thirrje edhe të tjerët. Pastaj këta a përgjigjen as përgjigjen është problemi i tyre. Sepse ashtu nuk do të duhej as pejgamberët të thrasin fenë e Allahut. Ibrahimi alayhis salam, babai i tij, nuk e pranoi thirrjen. Nuhu dhe Luti alayhis salam, gratë e tyre nuk e pranuan thirrjen. Muhamedi alayhis salam, dy prej xhaxhallarëve të tij,
nuk e pranuan thirrjen. Andaj sipas kësaj logjike nuk do duaj as këta të bënin thirrje, sepse shumë prej familjarëve nuk e pranuan thirrjen e tyre. Mirpo e drejta është që të i thirrë këta e pastaj e pranojnë ose pranojnë është problemi i tyre. Ka shumë për tu folur, sepse jeta e pejgamberit alayhis salam është një thesar fundi të cilit është rënd që të arrihet. Mirë po për shkak të kohës me kaq po e përfundojmë. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. جاء البشير مبددا ليل الفنا والجهل حين تطاولت كفاه جاء البشير مبددا ليل الفنا والجهل حين تطاولت